Ju nuk jeni unik. Në këtë moment, në një distancë kaq të madhe sa që vetë numri i saj nuk ka kuptim në gjuhën njerëzore, një njëshi e ndjekur nga një Google zerosh, pastaj edhe një Google zerosh, ekziston një version tjetër i juaj. Ai po lexon këto fjalë të njëjta. Ai po mendon të njëjtat mendime. Ai po ndjen të njëjtin hutim që po ndjeni ju tani. Kjo nuk është fantazi shkencë. Kjo është pasojë matematikore e një universi të pafundëm. Nëse hapësira nuk ka fund dhe nëse atomet kanë kombinime të fundme dhe ato i kanë rreth 10 në fuqi 118 kombinime të mundshme, atëherë çdo gjë që mund të ekzistojë duhet të ekzistojë. Jo një herë, por një numër të pafundëm herësh. Çdo version i jetës suaj. Çdo vendim që nuk e morët. Çdo fjalë që nuk e thatë. A e kuptoni peshën e kësaj? Ju nuk jeni një histori. Ju jeni një bibliotekë e pafundme historish që ndodhin njëkohësisht. Matematika është e pamëshirshme në logjikën e saj. Nëse hapësira është vërtet e pafundëm dhe nëse materia shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme dhe vëzhgimet tona të fundit të rrezatimit kozmik të sfondit sugjerojnë pikërisht këtë, atëherë çdo kombinim i mundshëm i atomeve duhet të përsëritet. Distanca ku gjendet kopja e parë identike e tokës llogaritet të jetë rreth 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra. Ky numër është aq i madh sa që truri njerëzor nuk mund ta përfytyrojë. Për krahasim, universi i dukshëm ka një diametër prej vetëm 10 në fuqi 26 metra. Por kjo është vetëm fillimi i çuditshëm. Në një distancë më të vogël, 10 në fuqi 10 në fuqi 28 metra, ekziston një planet pothuajse identik me Tokën. Pothuajse. Atje, ju morët një vendim tjetër 5 minuta më parë. Ndoshta zgjodhët kafen në vend të çajit. Ndoshta u kthyet majtas në vend të djathtas. Ndoshta thatë po në vend të jo. Çdo variacion i vogël i jetës suaj po ndodh diku në këtë pafundësi. Çdo ëndër që nuk e realizuat. Çdo dashuri që nuk e jetuat. Çdo karrierë që nuk e ndoqët. A mund ta përballoni këtë? Që të gjitha zgjedhjet tuaja nuk kanë rëndësi sepse të gjitha versionet e mundshme ekzistojnë tashmë? Që liri e vullnetit është një iluzion lokal në një univers që përmban të gjitha mundësitë? Që vetë koncepti i ju është vetëm një pikë në një oqean i pafundëm kopjesh? Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti. Në vitin 1617, Galileo Galilei u përball me një paradoks që e trondit mendjen e tij. Ai po studionte natyrën e pafundësisë, jo pafundësinë e universit, por pafundësinë matematike. Ai zbuloi diçka të çuditshme, numri i numrave çift është i barabartë me numrin e të gjithë numrave të plotë. Si mund të jetë kjo e mundur? Çdo numër çift korrespondon me një numër të plotë, 2 me 1, 4 me 2, 6 me 3 dhe kështu me radhë deri në pafundësi. Pafundësia, kuptoi Galileo, nuk i bindet rregullave të zakonshme të logjikës. Kjo ishte hera e parë që një mendimtar njerëzor u përball me natyrën e vërtetë të pafundësisë. Jo si një koncept abstrakt, por si një realitet matematik që shkatëron intuitën. Galileo shkroi, pafundësia dhe asgjëja janë jashtë kuptimit ton. Por ai nuk e dinte se sa afër ishte me një të vërtetë kozmike. Shekuj më vonë, në vitin 1878, matematikani gjerman Georg Cantor shkoi më tej. Ai provoi se ekzistojnë nivele të ndryshme të pafundësisë. Disa pafundësi janë më të mëdha se të tjerat. Pafundësia e numrave të plotë është më e vogël se pafundësia e numrave real. Kjo zbulim e çmendi Cantorin. Ai kaloi vitet e fundit të jetës së tij në një spital psikiatrik, i munduar nga pyetjet që vetë i kishte ngritur. A ishte pafundësia një realitet fizik apo vetëm një konstrukt matematik? A mund të ekzistonte një univers i pafundëm? Kolegët e Cantorit e quajtën punën e tij magjepsje. Matematikani i famshëm Leopold Kronecker tha se Cantor ishte korruptues i rinisë. Por Cantor kishte hapur një derë që nuk mund të mbyllej më. Ai kishte treguar se pafundësia nuk është vetëm një ide, është një strukturë me rregulla dhe hierarki. Dhe nëse universi është i pafundëm, atëherë ai duhet të ndiqte këto rregulla. Në fillim të shekullit të 20, Albert Einstein revolucionarizoi kuptimin ton të universit. Por edhe Einstein luftoi me konceptin e pafundësisë.
Në vitin 1917, ai propozoi një univers të mbyllur, të fundëm, jo sepse matematika e kërkonte, por sepse ideja e një universi të pafundëm e shqetësonte. Ai shkroi, vetëm dy gjëra janë të pafundme, universi dhe marrëzia njerëzore, dhe nuk jam i sigurt për të parën. Por vëzhgimet moderne na tregojnë diçka tjetër. Teleskopët tanë më të fuqishëm, satelitët që matin rrezatimin kozmik të sfondit, të gjitha të dhënat sugjerojnë se universi është i sheshtë. Dhe një univers i sheshtë, sipas teorisë së relativitetit të përgjithshëm, ka më shumë gjasa të jetë i pafundëm se sa i fundëm. Çdo matje e re na afron me një përfundim të tmerrshëm dhe të bukur, ne jetojmë në një pafundësi. Çdo herë që shikoni qiellin e natës, ju po shikoni në një pasqyrë të pafundme. Diku, përtej horizontit kozmik, përtej kufirit të asaj që drita ka pasur kohë të udhëtojë që nga Big Bangu, ekziston një version tjetër i kësaj nate. Një version tjetër i jush duke shikuar lart. Kjo nuk është poezi. Kjo është matematik. Imagjinoni një kuvert plot me letra. Jo letra të zakonshme, por letra që përmbajnë çdo kombinim të mundshëm të 26 shkronjave të alfabetit. Sa letra do të duheshin për të shkruar çdo fjalë të mundshme me 5 shkronja? 11.666.526 letra. Tani imagjinoni se doni të shkruani çdo fjali të mundshme me 100 fjalë. Numri i kombinimeve bëhet aq i madh sa që nuk ka kuptim. Por ai mbetet i fundëm. Kjo është çelësi për të kuptuar paradoksin e universit të pafundëm. Materia përbëhet nga atome. Atomet kanë konfigurime të fundme. Një vëllim hapësinor i caktuar, le të themi një sferë me një diametër sa universi i dukshëm, mund të përmbajë vetëm një numër të fundëm atomesh. Dhe këto atome mund të organizohen vetëm në një numër të fundëm mënyrash. Fizikanët kanë llogaritur këtë numër, rreth 10 në fuqi 118 konfigurime të mundshme. Kjo do të thotë se nëse udhëtoni mjaftueshëm larg dhe mjaftueshëm larg, këtu do të thotë një distancë me 10 në fuqi 29 shifra, ju duhet të hasni në një rajon të hapësirës që është identik me rajonin ton. Jo i ngjashëm. Identik. Çdo atom në të njëjtën pozicion. Çdo foton duke udhëtuar në të njëjtën drejtim. Çdo qelisë në trupin tuaj e kopjuar me përpikëri absolute. Mendoni për këtë si një kod digjital. Një fotografi digjitale përbëhet nga piksel. Çdo piksel mund të ketë 1 nga 16 milion ngjyra. Nëse keni një fotografi me 1 milion piksel, numri i fotografive të mundshme është i madh, por i fundëm. Tani imagjinoni se keni një ekran të pafundëm. Nëse vazhdoni të gjeneroni fotografi të rastësishme, në fund do të filloni të përsërisni të njëjtat fotografi. Nuk ka rrugë tjetër. Keni shtëruar të gjitha mundësitë. Universi funksionon me të njëjtin parim. Çdo rajon i hapësirës është si një fotografi. Çdo atom është si një piksel. Dhe nëse hapësira është e pafundme, atëherë fotografitë duhet të përsëriten. Jo sepse ka një ligj që i detyron ato të përsëriten, por sepse nuk ka më kombinime të reja për t'u krijuar. Por sa larg duhet të shkoni për të gjetur kopjen tuaj? Matematika është e qartë. Nëse universi i dukshëm përmban rreth 10 në fuqi 80 atome, dhe nëse çdo atom mund të jetë në 1 nga 10 në fuqi 100 gjendje të mundshme, atëherë numri total i universeve të mundshme të dukshme është 10 në fuqi 10 në fuqi 118. Për të gjetur një kopje identike, duhet të udhëtoni një distancë të barabartë me 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra. Ky numër është përtej çdo përshkrimi. Nëse do të shkruanit këtë numër me shifra, do t'ju duheshin më shumë atome se sa ka në universin e dukshëm vetëm për të shkruar zeroat. Por ai është i fundëm. Dhe në një univers të pafundëm, çdo distancë e fundme mund të arrihet. Çdo herë që merrni një vendim, të ktheheni majtas ose djathtas, të flisni ose të heshni, të veproni ose të prisni, ju po zgjidhni një rrugë në një pemë të pafundme mundësish. Por në një univers të pafundëm, të gjitha degët e kësaj peme ekzistojnë. Diku, një version tjetër i jush zgjodhi ndryshe. Dhe ai version është po aq real sa ju. Kjo nuk është teoria e shumë botëve të mekanikës kuantike, ku universi ndahet në çdo vëzhgim. Kjo është diçka më e thjeshtë dhe më e tmerrshme. Kjo është pasojë e gjeometrisë. Nëse hapësira nuk ka fund dhe nëse materia ka kombinime të fundme, atëherë përsëritja nuk është e mundur, ajo është e pashmangshme.
Mendoni për një bibliotekë të pafundme. Çdo libër në këtë bibliotekë ka të njëjtën gjatësi, le të themi 500 faqe me 500 fjalë për faqe. Çdo fjalë zgjidhet nga një fjalor me 10.000 fjalë. Sa libra të ndryshëm mund të ekzistojnë? Një numër i madh, por i fundëm. Tani imagjinoni se biblioteka është vërtet e pafundme. Çdo libër i mundshëm nuk do të shfaqet vetëm një herë. Ai do të shfaqet një numër të pafundëm herësh. Diku në ato rafte ekziston një libër që tregon jetën tuaj me përpikëri absolute. Dhe ekziston një version tjetër që ndryshon vetëm një fjalë. Dhe një tjetër që ndryshon vetëm një shkronjë. Universi është kjo bibliotekë. Dhe ju jeni një libër që po lexohet në një numër të pafundëm rafesh njëkohësisht. A ndryshon kjo mënyrën se si duhet të jetoni? Nëse çdo zgjedhje ekziston tashmë diku, a ka rëndësi çfarë zgjidhni? Filozofët kanë debatuar për shekuj mbi lirinë e vullnetit. Por një univers i pafundëm e kthen këtë pyetje në diçka më të thellë. Nuk është pyetja nëse jeni të lirë të zgjidhni. Pyetja është, cili version i jush është vërtet ju? Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti. Një realitet ku ju nuk jeni një, por një numër i pafundëm. Një realitet ku çdo mundësi është një domosdoshmëri. Por si funksionon kjo makineri e përsëritjes? Si mund hapësira, e cila duket kaq e rastësishme, kaq kaotike, të prodhoj kopje të përsosura? Sekreti qëndron në një ligj që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë plotësisht, ligjin e numrave të mëdhenj. Imagjinoni se hidhni një monedhë. Shanset për kokë janë 50%. Por nëse e hidhni vetëm 10 herë, mund të merrni 7 kokë dhe 3 pajisje. Rastësia dominon. Tani hidheni 1.000.000 herë. Rezultati do të jetë pothuajse saktësisht 500.000 kokë dhe 500.000 pajisje. Rastësia zhduket. Modeli shfaqet. Kjo është arsyeja pse kazinot fitojnë gjithmonë. Jo sepse çdo bast është i manipuluar, por sepse me miliona bastesh, matematika triumfon mbi fatin. E njëjta forcë vepron në univers. Në shkallë të vogël, një galaktik, një turm galaktikash, madje edhe 1 miliard vite drite, gjërat duken të rastësishme. Por në shkallë të pafundme, çdo kombinim i mundshëm nuk është thjesht i mundshëm. Ai është i garantuar. Mendoni për erën që fryn jashtë dritares suaj. Çdo molekul ajri lëviz në mënyrë kaotike, duke u përplasur me molekula të tjera, duke ndryshuar drejtim miliona herë në sekondë. Por nëse do të mund të ngrinin një hartë të çdo molekule në dhomën tuaj, pozicionin, shpejtësinë, drejtimin dhe pastaj të udhëtonit mjaftueshëm larg në një univers të pafundëm, do të gjeni një dhomë tjetër ku çdo molekul është në të njëjtën pozicion. Jo sepse dikush e kopjoi dhomën tuaj, por sepse me një numër të pafundëm dhomash, çdo konfiguracion i mundshëm duhet të ndodhë. E njëjta gjë ndodh çdo herë që përzihemi një pako letrash. Ka 80 faktorial mënyrash për të rreshtuar 52 letra, një numër me 80 shifra. Kjo do të thotë se nëse çdo person në historitë e njerëzimit do të kishte përzier një pako çdo sekondë që nga fillimi i universit, asnjë rreshtim nuk do të ishte përsëritur. Por në një univers të pafundëm, çdo rreshtim i mundshëm ekziston diku. Përfshir atë që sapo bëtë. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku probabiliteti bëhet fatalitet. Tani le të shkojmë më thellë në mekanikën e kësaj përsëritjeje. Çdo atom në trupin tuaj ka një histori. Karboni në ADN tuaj u krijua në zemrën e një ylli që vdiq para 5 miliard vjetësh. Oksigjeni që thithni u formua në një supernova. Hekuri në gjakun tuaj u farkëtua në një shpërthim kozmik kaq të fuqishëm sa që drita e tij udhëtoi për miliona vite drite. Ju jeni, fjalë për fjalë, pluhur yjesh. Por këtu është pjesa e çuditshme, çdo atom ka një nënshkrim kuantik. Fizika kuantike na mëson se çdo grimc ka një grup vetish të fundme. Një elektron mund të ketë spin lart ose spin poshtë. Një kuark mund të jetë lart, poshtë, i çuditshëm, i bukur, i vërtet ose i poshtëm. Një foton mund të ketë polarizim horizontal ose vertikal. Këto nuk janë zgjedhje të pafundme.
Janë si çelësat në një dritare, mund të jenë hapur ose mbyllur, por jo gjysmë hapur në një mënyrë të pacaktuar. Kjo do të thotë se çdo vëllim hapësire ka një numër të fundëm gjendesh të mundshme. Imagjinoni një tabelë shahu. Ka 64 katror. Çdo katror mund të jetë bosh ose të përmbajë një nga 12 copa. Sa pozicione të mundshme ekzistojnë? Një numër i madh, rreth 10 në fuqi 43, por i fundëm. Tani imagjinoni se tabela e shahtë është universi i dukshëm dhe copat janë atome. Numri i lojrave të mundshme është 10 në fuqi 118. I madh, por i fundëm. Kjo është arsyeja pse kopjet tuaja ekzistojnë. Nëse hapësira vazhdon përtej kësaj tabele shahu, përtej universit ton të dukshëm, dhe nëse ajo vazhdon përgjithmonë, atëherë çdo lojë e mundshme duhet të luhet. Jo një herë, por një numër të pafundëm herësh. Diku, në një distancë me 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra, ekziston një tabelë shahu identike me të juajën. Çdo copë në të njëjtën pozicion. Çdo lëvizje e ardhshme e njëjtë. Mendoni për një orë rëre. Çdo kokër rëre përfaqëson një atom. Kur e ktheni orën, rëra rrjedh nga një dhomë në tjetrën. Modeli i rrjedhës duket i rastësishëm, disa kokra bien shpejt, të tjera ngadalë, disa ngecin në anë. Por nëse keni një numër të pafundëm orësh rëre, të gjitha duke filluar me të njëjtën sasi kokërash, në fund do të gjeni 2 orë ku çdo kokër ra në të njëjtën mënyrë. Jo sepse rëra di se duhet të kopjoj, por sepse me një numër të pafundëm provash, çdo sekuencë e mundshme duhet të ndodhë. E njëjta gjë ndodh kur përzihemi një kuti me zare. Hidhni një zar 100 herë dhe do të merrni një sekuencë specifike numrash. Shanset që dikush tjetër të marrë të njëjtën sekuencë janë pothuajse 0, 1 në 6 në fuqi 100. Por nëse një numër i pafundëm njerëzish hedhin zare një numër të pafundëm herësh, çdo sekuencë do të përsëritet. Përfshir tuajën. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku çdo model, çdo sekuencë, çdo konfiguracion duhet të përsëritet përgjithmonë. Por distanca deri te kopja juaj e parë identike, 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra, është vetëm fillimi. Në distanca më të vogla, ekzistojnë versione pothuajse identike. Në 10 në fuqi 10 në fuqi 28 metra, ekziston një tokë ku gjithçka është e njëjtë përveç një vendimi që moret 5 minuta më parë. Ndoshta zgjodhet të pini ujë në vend të kafes. Ndoshta vendoset të mos dërgoni atë mesazh. Ndoshta hapat një hap më shpejt ose më ngadalë. Kjo ndodh sepse sa më afër të jeni me një konfiguracion, aq më pak atome duhet të ndryshojnë. Imagjinoni 2 fotografi pothuajse identike. Njëra ka një piksel të kuq në qoshe. Tjetra ka një piksel blu. Të gjitha pikselet e tjera janë të njëjtë. Këto 2 fotografi janë fqinjen në hapësirën e mundësive. Në të njëjtën mënyrë, një tokë ku ju zgjodhet çaj në vend të kafes është fqinje me tokën tonë. Ajo kërkon vetëm një ndryshim të vogël në konfigurim. Mendoni për një pemë me degë të pafundme. Çdo degë përfaqëson një vendim, një moment, një ndryshim të vogël. Në bazën e pemës, të gjitha degët janë afër. Por sa më lart të ngjiteni, aq më shumë largohen. Një degë ku ju zgjodhet një karrierë tjetër 10 vjet më parë është shumë larg. Një degë ku ju zgjodhet një mëngjes tjetër sot është afër. Dhe në një univers të pafundëm, çdo degë ekziston. Kjo është arsyeja pse distanca deri te versione të ndryshme të jush ndryshon. Sa më i madh ndryshimi, aq më larg duhet të udhëtoni. Një version ku ju keni një ngjyrë të ndryshme flokësh, 10 në fuqi 10 në fuqi 27 metra. Një version ku ju kur nuk lindet, 10 në fuqi 10 në fuqi 26 metra. Një version ku toka nuk ekziston fare, edhe më afër. E njëjta gjë ndodh me fjalët që po lexoni tani. Diku, në një distancë të caktuar, ekziston një version i këtij teksti ku një fjalë është e ndryshme. Vetëm një. Të gjitha fjalët e tjera janë identike. Dhe në një distancë tjetër, 2 fjalë janë të ndryshme. Dhe kështu me radhë, derisa të arrini në një version që është plotësisht i ndryshëm, ndoshta një recetë gatimi, ndoshta një poem dashurie, ndoshta një ekuacion matematik.
Imagjinoni një bibliotekë ku çdo libër ndryshon vetëm nga libri ngjitur me një shkronjë. Libri I parë fillon, në fillim ishte fjala. Libri I dytë, në fillim ishte gjala. Libri I tretë, në fillim ishte gjama. Çdo ndryshim I vogël krijon një libër të ri. Dhe nëse biblioteka është e pafundme, çdo libër I mundshëm ekziston diku në ato rafte. Universi është kjo bibliotekë. Çdo version I mundshëm I realitetit është një libër. Dhe ju po jetoni në një faqe të një libri që përsëritet në një numër të pafundëm raftesh, me variacionet më të vogla që shtrihen në të gjitha drejtimet. Universi nuk është thjesht I madh. Ai është I pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë I madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku çdo variacion, çdo ndryshim I vogël, çdo mundësi alternative ekziston diku në hapësirë. Tani le të lidhim këtë me diçka edhe më të thellë, natyrën e identitetit. Nëse ekziston një kopje identike e jush në 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra larg, a jeni ju të dy I njëjti person? Filozofët e quajnë këtë problemin e identitetit personal. Nëse çdo atom në trupin tuaj zëvendësohet me një atom identik, a jeni ende ju? Mendoni për një lum. Lumi Sena rrjedh nëpër Paris prej mijëra vjetësh. Por uji që rrjedh sot nuk është I njëjti uji që rrjedh dje. Çdo molekulë është zëvendësuar. Megjithatë, ne e quajmë ende Sena. Identiteti I lumit nuk qëndron në molekulat e tij, por në modelin e rrjedhës së tij. E njëjta gjë ndodh me trupin tuaj. Çdo 7 deri në 10 vjet, pothuajse çdo atom në trupin tuaj zëvendësohet. Ju nuk jeni I njëjti person fizikisht që ishit 10 vjet më parë. Por ju ende ndiheni si ju. Kjo ndodh sepse identiteti nuk është për atomet, është për modelin. Është për mënyrën se si atomet janë organizuar, për informacionin që ato mbajnë, për strukturën që ato krijojnë. Kur thithni, atomet e oksigjenit hyjnë në mushkëritë tuaja, kalojnë në gjak, udhëtojnë në qeliza dhe në fund dalin si dioksid karboni. Por ju mbeteni të njëjtë sepse modeli I organizimit tuaj nuk ndryshon. Imagjinoni një valë në oqean. Vala lëviz përmes ujit, por uji vet nuk lëviz me valën. Çdo molekul uji thjesht lëviz lart e poshtë ndërsa vala kalon. Vala është një model, jo një objekt. Në të njëjtën mënyrë, ju jeni një model informacioni të koduar në mënyrën se si atomet tuaja janë organizuar. Dhe nëse ky model përsëritet diku tjetër në univers, atëherë një version tjetër I jush ekziston. Por këtu është pyetja që e trondit mendjen, nëse dy kopje identike ekzistojnë, a ndajnë ato të njëjtën vetdije? A ndjeni ju atë që ndjejnë ato? Fizika na tregon se jo. Vetdia kërkon vazhdimsi shkaksore. Kërkon që informacioni të rrjedh nga një moment në tjetrin. Dy kopje identike mund të kenë të njëjtat mendime në të njëjtin moment, por ato nuk janë të lidhura. Ato janë si dy kompjuter që ekzekutojnë të njëjtin program, rezultatet janë identike, por proceset janë të pavarura. Kjo është arsyeja pse ju nuk mund të ndjeni kopjet tuaja. Nuk ka një ju universal që përjeton të gjitha versionet njëkohësisht. Çdo version është I veçantë, I izoluar, I pavarur. Ju jeni vetëm ky version, në këtë moment, në këtë vend. Fakti që versionet të tjera ekzistojnë nuk ndryshon përvojën tuaj subjektive. Mendoni për një këngë që luhet në 2 radio të ndryshme. Kënga është e njëjta melodi, të njëjtat fjalë, I njëjti ritëm. Por valët zanore që dalin nga çdo radio janë të pavarura. Nëse një radio prishet, tjetra vazhdon të luajë. Në të njëjtën mënyrë, çdo version I jush është një transmetim I pavarur I të njëjtit model. Nëse një version vdes, të tjerët vazhdojnë. Kjo ngre një pyetje filozofike të thellë. Çfarë do të thotë të jesh ju? Nëse identiteti juaj është thjesht një model informacioni dhe nëse ky model përsëritet në një numër të pafundëm vendesh, atëherë ju nuk jeni një gjë unike. Ju jeni një proces që ndodh në shumë vende njëkohësisht. Ju jeni si një valë që lind në pika të ndryshme të një oqeani të pafundëm. Universi nuk është thjesht I madh. Ai është I pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë I madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku identiteti nuk është një pronë unike, por një model që përsëritet përgjithmonë. Por ka një nivel edhe më të thellë të kësaj përsëritjeje. Jo vetëm që çdo konfiguracion I atomeve përsëritet, por edhe çdo histori e mundshme.
Çdo sekuencë ngjarjesh. Çdo zinxhir shkakësor. Imagjinoni një film. Filmi përbëhet nga 24 kuadro për sekond. Çdo kuadër është një fotografi statike. Por kur luhen me shpejtësi, ato krijojnë iluzionin e lëvizjes, të ndryshimit, të kohës. Universi funksionon në të njëjtën mënyrë. Çdo moment është si një kuadër në një film. Dhe nëse universi është i pafundëm, atëherë çdo film i mundshëm, çdo sekuencë e mundshme kuadrosh, duhet të luhet diku. Kjo përfshin jo vetëm momentin aktual, por të gjithë historinë që çoi në të. Kopja juaj identike në 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra larg nuk ka vetëm të njëjtin trup dhe të njëjtat mendime. Ajo ka të njëjtën histori, të njëjtët prindër, të njëjtat përvoja, të njëjtat kujtime. Kjo ndodh sepse historia është e koduar në gjendjen aktuale. Çdo atom në trupin tuaj mban gjurmë të së kaluarës. Atomet e kalciumit në kockat tuaja u depozituan gjatë fëmijërisë. Qelizat nervore në trurin tuaj u formuan nga përvojat tuaja. Madje edhe ajri që thithni përmban molekula që dikur ishin pjesë e dikujt tjetër, ndoshta një faraoni egjiptian, ndoshta një dinosaur, ndoshta një yll. Mendoni për një libër të vjetër. Faqet janë të verdhura. Këndet janë të palosura. Ka shënime në margjinat. Çdo emet tregon një pjesë të historisë së librit, kush e lexoi, ku udhëtoi, si u ruaj. Në të njëjtën mënyrë, trupi juaj është një libër që mban historinë e jetës suaj. Dhe nëse një kopje identike e këtij libri ekziston diku tjetër, ajo mban të njëjtën histori. Kjo do të thotë se kopja juaj nuk është thjesht një person që duket si ju. Është një person që ka jetuar të njëjtën jetë si ju, që ka bërë të njëjtat gabime, që ka ndjerë të njëjtat gëzime dhe hidhërime, që ka të njëjtat ëndra dhe frikëra. Në çdo kuptim që ka rëndësi, ajo është ju. Por këtu është pjesa që e bën këtë edhe më të çuditshme, jo vetëm që kopja juaj ekziston tani, por ajo ka ekzistuar gjithmonë. Nëse universi është i pafundëm në hapësirë, atëherë çdo moment i historisë përsëritet në një numër të pafundëm vendesh. Fëmijëria juaj po ndodh diku tani. Dita e parë e shkollës suaj po ndodh diku tani. Çdo moment i jetës suaj, e kaluara, e tashmja, e ardhmja, po ndodh njëkohësisht në pika të ndryshme të hapësirës. Imagjinoni një sallë me një numër të pafundëm orësh. Çdo orë tregon një kohë të ndryshme. Disa tregojnë mëngjesin. Disa tregojnë drekën. Disa tregojnë natën. Por të gjitha orët ekzistojnë njëkohësisht në sallë. Në të njëjtën mënyrë, të gjitha momentet e jetës suaj ekzistojnë njëkohësisht në hapësirën e pafundme të universit. Koha, në këtë kuptim, është një iluzion lokal. Ajo është mënyra se si ju përjetoni sekuencën e ngjarjeve, por nga perspektiva e universit të pafundëm, të gjitha momentet janë po aq reale. Kjo është arsyeja pse disa fizikanë besojnë se koha nuk rrjedh. Ajo thjesht është. E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë njëkohësisht si faqe të ndryshme në një libër. Ju përjetoni vetëm një faqe në një kohë, por të gjitha faqet janë po aq reale. Dhe në një univers të pafundëm, çdo faqe e mundshme e këtij libri ekziston diku. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku koha nuk është një vijë, por një pyll i pafundëm rrugësh që të gjitha ekzistojnë njëkohësisht. Imagjinoni se po qëndroni përpara një pasqyre. Por kjo nuk është një pasqyrë e zakonshme, është një pasqyrë që reflekton jo vetëm pamjen tuaj, por të gjithë universin përreth jush. Çdo atom, çdo foton, çdo valë gravitacionale. Tani imagjinoni se kjo pasqyrë shtrihet përgjithmonë dhe se çdo reflektim përsëritet në një numër të pafundëm pasqyrash të tjera. Kjo nuk është metaforë. Kjo është realiteti i një universi të pafundëm. Ne folëm për distancat 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra deri te kopja juaj identike. Ne folëm për mekanikën, si ligjin e numrave të mëdhenj e bën përsëritjen të pashmangshme. Por tani duhet të shohim diçka më të thellë, si kjo përsëritje nuk është vetëm një kuriozitet matematik, por një forcë që lidh çdo shkallë të ekzistencës. Nga rrahjet e zemrës suaj deri te pulsimet e galaktikave. Nga zgjedhja që bëni çdo mëngjes, nëse të ngriheni apo të flini edhe 5 minuta, deri te formimi i yjeve në qiellin e natës.
Kur vendosni të hapni një derë, dora juaj lëviz sepse muskujt tuaj kontraktohen. Muskujt kontraktohen sepse qelizat nervore dërgojnë sinjale elektrike. Sinjalet ekzistojnë sepse ionet e natriumit dhe kaliumit kalojnë nëpër membrana. Ionet lëvizin sepse atomet ndjekin ligjet e elektromagnetizmit. Dhe atomet vetë ekzistojnë sepse kuarket dhe elektronet janë lidhur nga forcat fundamentale të natyrës. Çdo veprim që bëni, çdo mendim, çdo frymëmarrje, çdo rrahje zemre, është një zinxhir shkakësor që shtrihet nga shkalla kuantike deri te shkalla kozmike. E njëjta forcë që mban elektronet në orbitë rreth bërthamës është forca që mban planetët në orbitë rreth diellit. Mendoni për një orë mekanike të vjetër. Brenda saj ka dhjetëra ingranazh, disa të mëdhenj, disa të vegjël. Çdo ingranazh rrotullohet me një shpejtësi të ndryshme, por të gjithë janë të lidhur. Kur rrotulloni çelësin për ta ngarkuar orën, lëvizja juaj kalon nëpër të gjithë sistemin. Ingranazhi më i vogël lëviz sepse ingranazhi më i madh e shtyn. Dhe në fund, akrepat në sipërfaqe tregojnë kohën. Universi funksionon në të njëjtën mënyrë. Çdo shkallë e realitetit është një ingranazh në një makineri kozmike. Dhe kur një ingranazh lëviz, kur një atom ndryshon gjendje, kur një yll shpërthen, kur ju merrni një vendim, efekti përhapet nëpër të gjithë sistemin. Kjo është arsyeja pse përsëritja në një univers të pafundëm nuk është vetëm për kopje identike. Është për lidhjen midis të gjitha gjërave. Çdo herë që merrni frymë, ju po shkëmbyeni atome me botën përreth jush. Disa nga ato atome dikur ishin pjesë e një peme. Disa ishin pjesë e një oqeani. Disa ishin pjesë e një personi tjetër. Ju nuk jeni një ishull i izoluar, ju jeni një nyje në një rrjet i pafundëm shkëmbimesh. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku çdo shkallë e ekzistencës është e lidhur me çdo shkallë tjetër nëpërmjet të njëjtave ligje fundamentale. Le të shohim se si kjo lidhje shfaqet në nivele të ndryshme. Fillojmë me atomin. Një atom është pothuajse plotësisht bosh. Nëse bërthama e një atomi do të ishte sa një top futbolli, elektroni më i afërt do të ishte në një distancë sa një fushë futbolli. Hapësira midis tyre është bosh. Por ky boshllëk nuk është vërtet bosh, ai është plot me fusha kuantike, me grimca virtuale që shfaqen dhe zhduken në çdo moment. Kur dy atome bashkohen për të formuar një molekul, ato nuk prekin njëri tjetrin. Ato ndërveprojnë nëpërmjet fushave elektromagnetike. Elektronet e tyre shkëmbejnë fotone virtuale, grimca drite që nuk mund të shihen, por që mbajnë forcën që i lidh atomet. Tani shkoni një nivel më lart. Molekulat bashkohen për të formuar qeliza. Një qelizë e vetme në trupin tuaj përmban rreth 100 trilion atome. Këto atome janë organizuar në struktura komplekse, proteine, ADN, membrana. Çdo strukturë ka një funksion. Proteina që transporton oksigjen në gjakun tuaj, hemoglobina, përbëhet nga 10.000 atome të organizuar në një formë specifike. Nëse edhe një atom është në vendin e gabuar, proteina nuk funksionon. Kjo precizion është rezultat i ligjeve të njëjta që qeverisin galaktikat. Shkoni edhe më lart. Qelizat bashkohen për të formuar inde. Indet formojnë organe. Organet formojnë sisteme. Dhe sistemet formojnë një organizëm, ju. Por edhe ju nuk jeni izoluar. Ju jeni pjesë e një ekosistemi. Ju thithni oksigjen që prodhojnë pemët. Ju hani ushqim që rritet nga dielli. Ju pini ujë që ka qarkulluar nëpër planetin për miliarda vjet. Çdo frymë që merrni ju lidh me çdo gjë tjetër të gjallë në këtë planet. Mendoni për një pemë në një pyll. Rrënjët e saj shtrihen nën tokë, duke u lidhur me rrënjët e pemëve të tjera nëpërmjet një rrjeti kërpudhash të quajtur mikoriza. Nëpërmjet këtij rrjeti, pemët shkëmbejnë lëndë ushqyese, ujë, madje edhe sinjale paralajmëruese kur një pemë sulmohet nga insekte. Një pemë e vetme nuk është një individ, është një nyje në një organizëm më të madh që quhet pyll. Në të njëjtën mënyrë, ju nuk jeni një individ i izoluar. Ju jeni një nyje në një organizëm planetar që quhet biosferë. Dhe biosfera vetë është një nyje në një sistem më të madh. Toka rrotullohet rreth diellit. Dielli rrotullohet rreth qendrës së galaktikës. Galaktika lëviz nëpër hapësirë, e tërhequr nga forca gravitacionale e galaktikave të tjera.
Çdo lëvizje që bëni, çdo hap që hidhni, çdo fjalë që thoni, është pjesë e një koreografie kozmike që përfshin triliona objekte. Kjo është arsyeja pse përsëritja në një univers të pafundëm nuk është vetëm për kopje. Është për modele që përsëriten në çdo shkallë. Forma e një galaktike spirale ngjan me formën e një uragani. Forma e një uragani ngjan me formën e ujit që rrjedh në një lavaman. Forma e ujit në lavaman ngjan me formën e elektroneve që rrotullohen rreth një bërtham. Të njëjtat ligje, të njëjtat modele në çdo shkallë. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku të njëjtat modele përsëriten në çdo shkallë, nga më e vogla deri te më e madhja. Tani le të shohim se si kjo lidhje shfaqet në kohë, jo vetëm në hapësirë. Ne folëm për kopje që ekzistojnë në distanca të mëdha. Por ka një lloj tjetër përsëritjeje që ndodh në kohë. Çdo ditë, dielli lind. Çdo vit, stinët ndryshojnë. Çdo 24.000 vjet, boshti i tokës lëkundet në një cikël të quajtur precesion. Çdo 250 milion vjet, sistemi ynë diellor përfundon një orbit të plot rreth qendrës së galaktikës. Koha nuk është një vijë e drejtë, është një spirale e cikleve brenda cikleve. Mendoni për zemrën tuaj. Ajo rreh rreth 100.000 herë në ditë. Çdo rrahje është një cikël, kontraktim, relaksim. Por çdo rrahje nuk është identike. Shpejtësia ndryshon në varësi të asaj që po bëni. Kur vraponi, zemra rre më shpejt. Kur flini, ajo ngadalësohet. Por modeli themelor mbetet i njëjtë. Kjo është një përsëritje me variacion, e njëjta strukturë që përsëritet, por me detaje të ndryshme. E njëjta gjë ndodh me mendjen tuaj. Çdo ditë ju kaloni nëpër cikle të vetdijes, zgjim, lodhje, gjumë, ëndër. Çdo cikël ka fazat e veta. Gjumi ka faza të lehta dhe të thella. Ëndrat ndodhin në faza specifike. Dhe kur zgjoheni, cikli fillon përsëri. Por çdo ditë nuk është identike. Çdo ditë sjell përvoja të reja, mendime të reja, kujtime të reja. Megjithatë, struktura themelore e ciklit mbetet. Kjo është arsyeja pse jeta nuk është një vijë e drejtë nga lindja deri te vdekja. Është një spirale e cikleve, fëmijëri, rini, pjekuri, pleqëri. Çdo fazë ka karakteristikat e veta, por të gjitha janë të lidhura. Fëmia që ishit ende ekziston në kujtesën tuaj. Pleqëria që do të jeni tashmë është e koduar në ADN-n tuaj. Ju nuk jeni një moment i izoluar, ju jeni një proces që shtrihet nëpër kohë. Imagjinoni një lum që rrjedh nga mali në det. Në çdo pikë të rrugës, lumi është i ndryshëm. Në mal, ai është i ngushtë dhe i shpejtë. Në fush, ai bëhet i gjerë dhe i ngadalshëm. Në det, ai përzihet me ujin e kripur. Por është ende i njëjti lum. Uji që rrjedh në det sot ishte në mal javën e kaluar. Lumi nuk është një gjë statike, është një proces që ndryshon ndërsa rrjedh. Në të njëjtën mënyrë, ju nuk jeni një gjë statike. Ju jeni një proces që ndryshon ndërsa rrjedh nëpër kohë. Dhe nëse universi është i pafundëm, atëherë ky proces përsëritet. Diku, në një distancë të pafundme, ekziston një version tjetër i jush që po kalon nëpër të njëjtin cikël. Fëmijëri, rini, pjekuri, pleqëri. Të njëjtat faza, të njëjtat tranzicione, të njëjtat transformime. Jo sepse dikush e kopjoi procesin, por sepse procesi vetë është një pasojë e ligjeve fundamentale që qeverisin universin. Kjo është arsyeja pse koha në një univers të pafundëm nuk është thjesht një dimension ku gjërat ndodhin. Është një dimension ku modelet përsëriten. Çdo cikël që përjetoni, çdo ditë, çdo vit, çdo fazë e jetës, është një model që përsëritet në një numër të pafundëm vendesh dhe kohëra. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku koha nuk është një vijë, por një spirale e cikleve që përsëriten përgjithmonë. Por ka një nivel edhe më të thellë të kësaj lidhje, niveli i informacionit. Ne folëm për atome, për qeliza, për organe, për ekosisteme. Por çfarë i lidh të gjitha këto nivele? Informacioni. Çdo atom mban informacion për gjendjen e tij. Çdo qelizë mban informacion në ADN-n e saj. Çdo tru mban informacion në lidhjet midis neuroneve.
Dhe çdo univers, nëse ka një numër të pafundëm prej tyre, mban informacion në konfigurimin e hapësirës dhe kohës. Mendoni për një libër. Libri përbëhet nga letër dhe boj. Por vlera e librit nuk qëndron në letër apo boj, qëndron në informacionin që ato mbajnë. Fjalët, fjalit, paragrafet, kapituj. Informacioni është ajo që e bën librin një libër, jo materialet fizike. Në të njëjtën mënyrë, vlera e universit nuk qëndron në atomet që e përbëjnë, por në informacionin që ato mbajnë. Në mënyrën se si ato janë organizuar, në modelet që ato krijojnë, në strukturat që ato formojnë. Kjo është arsyeja pse kopja juaj identike në 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra larg nuk është thjesht një grumbull atomesh që duket si ju. Është një grumbull atomesh që mban të njëjtin informacion si ju. Të njëjtat kujtime, të njëjtat mendime, të njëjtat ëndra. Informacioni është ajo që ju bën ju, jo atomet. Dhe informacioni ka një veti të çuditshme, ai mund të kopjohet pa u shkatëruar origjinali. Kur lexoni këto fjalë, informacioni kalon nga faqja në mendjen tuaj. Por faqja ende mban informacionin. Kur flisni me dikë, informacioni kalon nga mendja juaj në mendjen e tyre. Por ju ende e mbani informacionin. Informacioni nuk është si materia, ai nuk konsumohet kur përdoret. Ai shumëzohet. Imagjinoni një qiri të ndezur. Kur përdorni atë qiri për të ndezur një qiri tjetër, flaka e parë nuk shuhet. Tani keni 2 flakë. Përdorni ato 2 për të ndezur 2 të tjera. Tani keni 4. Vazhdoni këtë proces dhe në pak kohë keni një numër të pafundëm flakësh, të gjitha të ndezura nga flaka origjinale, por të gjitha të pavarura. Informacioni përhapet në të njëjtën mënyrë. Një ide që lind në një mendje mund të përhapet në miliona mendime. Një zbulim që bëhet në një laborator mund të ndryshojë botën. Kjo është arsyeja pse universi i pafundëm nuk është vetëm një përsëritje e materies. Është një përsëritje e informacionit. Çdo model, çdo strukturë, çdo organizim që ekziston këtu ekziston edhe diku tjetër. Jo sepse dikush e kopjoi, por sepse informacioni vetë kërkon të shprehet në të gjitha format e mundshme. Dhe kjo na çon te një pyetje e fundit, nëse informacioni është ajo që na bën ne, dhe nëse informacioni përsëritet në një numër të pafundëm vendesh, atëherë çfarë do të thotë të jesh unik? A jeni ju vërtet një individ i veçantë, apo jeni një shprehje e një modeli universal që përsëritet përgjithmonë? Mendoni për një tingull. Kur një violin luan një notë, ajo krijon një valë zanore me një frekuencë specifike. Nëse një violin tjetër luan të njëjtën notë, ajo krijon një valë identike. 2 valë, por i njëjti tingull. Në të njëjtën mënyrë, ju dhe kopja juaj identike jeni 2 shprehje të të njëjtit model. 2 valë në një oqean të pafundëm informacioni. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku informacioni është substanca themelore dhe ku çdo model i mundshëm duhet të shprehet në një numër të pafundëm mënyrash. Dhe kështu, ne arrim në një kuptim të ri. Ne filluam me një pyetje të thjeshtë, nëse universi është i pafundëm, çfarë do të thotë kjo për ne? Tani shohim se përgjigjja nuk është thjesht matematik. Është filozofi. Është një mënyrë e re e të kuptuarit të vendit tonë në kozmos. Ju nuk jeni një aksident. Ju nuk jeni një rast i rastësishëm i atomeve që u bashkuan në një mënyrë të pazakonshme. Ju jeni një shprehje e pashmangshme e ligjeve fundamentale të universit. Në një univers të pafundëm, çdo gjë që mund të ekzistojë duhet të ekzistojë. Dhe ju ekzistoni. Kjo do të thotë se ekzistenca juaj nuk është vetëm e mundur, ajo është e nevojshme. Por kjo nuk ju bën më pak të veçantë. Përkundrazi, çdo moment që jetoni është unik për ju. Çdo zgjedhje që bëni është e juaja. Fakti që versionet të tjera të jush ekzistojnë diku tjetër nuk e zvogëlon rëndësinë e këtij momenti, këtu, tani. Ju jeni i vetmi ju që po përjeton këtë moment specifik. Dhe ky moment nuk do të përsëritet kurrë, jo për ju. Mendoni për një valë në oqean. Çdo valë është e përbërë nga i njëjti ujë. Çdo valë ndjek të njëjtat ligje të fizikës. Por çdo valë është gjithashtu unike. Ajo lind në një moment specifik, në një vend specifik. Ajo rritet, arrin kulmin dhe pastaj zhduket. Asnjë valë tjetër nuk do të jetë saktësisht e njëjtë.
Në të njëjtën mënyrë, ju jeni një valë në oqeanin e pafundëm të ekzistencës. Ju ndani substancën me të gjithë të tjerët, por forma juaj specifike është unike. Kjo është bukuria e një universi të pafundëm. Ai nuk ju bën të parëndësishëm. Ai ju bën pjesë të diçkaje më të madhe. Çdo frymë që merrni ju lidh me çdo gjë tjetër. Çdo mendim që keni është një shprehje e ligjeve që qeverisin galaktikat. Çdo zgjedhje që bëni dërgon valë në përrjetit kozmik të shkakve dhe pasojave. Dhe kur shikoni qiellin e natës, kur shihni ato pika drite që kanë udhëtuar për miliona vjet për të arritur sytë tuaj, ju nuk po shikoni thjesht në të kaluarën. Ju po shikoni në një pasqyrë. Sepse diku, përtej horizontit kozmik, përtej kufirit të asaj që drita ka pasur kohë të udhëtoj, ekziston një version tjetër i kësaj nate. Një version tjetër i jush duke shikuar lart. Dhe ai version po mendon të njëjtat mendime. Po ndjen të njëjtin hutim. Po pyet të njëjtat pyetje. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku ju jeni njëkohësisht një pikë e vetme dhe një oqean i pafundëm, një moment i vetëm dhe një përjetësi, një individ unik dhe një model universal që përsëritet përgjithmonë. Kur hapni derën e shtëpisë suaj nesër në mëngjes, një veprim kaq i thjeshtë, kaq i zakonshëm, a do të mendoni për versionin tjetër të jush që po hap një derë identike në një distancë me 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra larg? Kujtoni se si filluam. Një pasqyrë. Një reflektim që shtrihet përgjithmonë. Ju duke shikuar veten tuaj në një numër të pafundëm pasqyrash, secila duke treguar të njëjtën pamje, të njëjtin moment, të njëjtën ekzistencë. Atëherë kjo dukej si një paradoks, si mund të jeni njëkohësisht një dhe të pafundëm? Por tani, pas këtij udhëtimi nëpër shkallët e realitetit, nga atomet deri te galaktikat, nga momenti deri te përjetësia, ne shohim se paradoksi nuk ishte në univers. Ai ishte në mënyrën se si ne mendonim për veten tonë. Ne mendonim se ishim ishuj. Tani shohim se jemi valë në të njëjtin oqean. Por çfarë do të thotë kjo për natyrën e realitetit vetë? Nëse çdo gjë që mund të ekzistojë duhet të ekzistojë, nëse çdo moment përsëritet në një numër të pafundëm vendesh, nëse çdo zgjedhje tashmë është bërë diku tjetër, atëherë çfarë është realiteti? A është ai një gjë e vetme, e caktuar, e palëvizshme? Apo është ai një pyll i pafundëm mundësisht që të gjitha ekzistojnë njëkohësisht, si degë të një peme që rritet në të gjitha drejtimet njëkohësisht? Fizika na tregon se hapësira dhe koha nuk janë një skenë ku ngjarjet ndodhin. Ato janë pjesë e ngjarjeve vetë. Kur lëvizni, ju nuk po lëvizni nëpër hapësirës, ju po ndryshoni marrëdhënien tuaj me hapësirën. Kur përjetoni kalimin e kohës, ju nuk po lëvizni nëpër kohës, ju po përjetoni një sekuencë të gjendjes së universit. Hapësira dhe koha janë si një pëlhurë që endet ndërsa ju lëvizni nëpër saj. Dhe nëse kjo pëlhurë është e pafundme, atëherë çdo model i mundshëm duhet të endet diku në të. Mendoni për një tapet të madh, kaq të madh sa që nuk mund të shihni skajin e tij. Çdo fije në këtë tapet është një moment, një vend, një ngjarje. Dhe çdo fije është e lidhur me të gjitha fibrat e tjera. Kur tërhiqni një fije, e gjithë tapeti lëviz. Kur një yll shpërthen në një skaj të universit, valët gravitacionale përhapen nëpër hapësirës, duke ndryshuar, edhe pse në mënyrë të papërfillshme, çdo pikë të hapësirës. Kur ju merrni një vendim këtu, tani, efekti i tij përhapet nëpër rrjetit të shkakve dhe pasojave, duke prekur gjëra që nuk do t'i shihni kurrë, njerëz që nuk do t'i takoni kurrë, momente që nuk do t'i përjetoni kurrë. Çdo herë që zgjidhni të buzëqeshni në vend të qenit indiferent, ju po ndryshoni tapeti. Çdo herë që zgjidhni të flisni në vend të heshtur, ju po enni një model të ri në pëlhurën e ekzistencës. Por nëse tapeti është i pafundëm, atëherë çdo model që ju enni tashmë ekziston diku tjetër. Çdo zgjedhje që ju bëni tashmë është bërë. Çdo fjalë që ju thoni tashmë është thënë. Kjo nuk do të thotë se zgjedhjet tuaja nuk kanë rëndësi. Do të thotë se ato kanë një lloj tjetër rëndësie. Ato nuk krijojnë diçka që nuk ekzistonte, ato shprehin diçka që gjithmonë ka qenë e mundur. Ju nuk jeni duke shkruar një histori të re. Ju jeni duke zbuluar një histori që gjithmonë ka ekzistuar në bibliotekën e pafundme të mundësive. A e ndryshon kjo mënyrën se si duhet të jetoni? A duhet të ndiheni të parëndësishëm sepse çdo version i jush ekziston tashmë? Apo duhet të ndiheni të çliruar sepse çdo zgjedhje që nuk e bëni këtu bëhet diku tjetër?
Filozofët kanë debatuar për shekuj mbi lirinë e vullnetit, mbi kuptimin e zgjedhjes, mbi natyrën e identitetit. Por një univers i pafundëm e kthen këto pyetje në diçka më të thellë. Nuk është pyetja nëse jeni të lirë. Pyetja është, çfarë do të thotë të jesh i lirë në një univers ku çdo mundësi është një realitet? Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku pyetjet tona më të thella nuk kanë përgjigje të thjeshta, por hapin dyrë drejt pyetjeve edhe më të thella. Le të shkojmë edhe më thellë. Përtej fizikës, përtej matematikës, në territorin ku shkenca takon misterin. Nëse universi është i pafundëm, atëherë çdo gjë që mund të ndodhë ndodh. Por çfarë mund të ndodhë? A ka kufi për mundësinë? A ka gjëra që janë të pamundura edhe në një univers të pafundëm? Ligjet e fizikës vendosin kufi. Ju nuk mund të udhëtoni më shpejt se drita. Ju nuk mund të shkelni ligjin e ruajtjes së energjisë. Ju nuk mund të krijoni diçka nga asgjëja. Këto nuk janë kufizime arbitrare, ato janë pasoja të strukturës themelore të realitetit. Ato janë si rregullat e një loje. Dhe nëse universi është një lojë, atëherë çdo lojë e mundshme brenda këtyre rregullave po luhet diku. Por këtu është pyetja që e trondit mendjen, a janë këto rregulla absolute? A mund të ekzistojnë rajone të universit ku ligjet e fizikës janë të ndryshme? Ku drita udhëton më ngadalë? Ku graviteti funksionon ndryshe? Ku vetë koha rrjedh në një drejtim tjetër? Disa fizikanë besojnë se po. Ata flasin për një multivers, jo vetëm një univers i pafundëm, por një numër i pafundëm universish, secili me ligjet e veta. Në këtë pamje, universi ynë është vetëm një flusk në një shkumë kozmike të pafundme fluskash. Mendoni për një det me valë. Çdo valë është e ndryshme, disa të larta, disa të ulta, disa të shpejta, disa të ngadalshme. Por të gjitha valët janë pjesë e të njëjtit det. Në të njëjtën mënyrë, nëse ekziston një multivers, çdo univers është një valë në një det më të madh të ekzistencës. Dhe nëse ky det është i pafundëm, atëherë çdo lloj vale i mundshëm duhet të ekzistojë diku. Çdo ligj i mundshëm i fizikës. Çdo konstante e mundshme. Çdo strukturë e mundshme e realitetit. Por kjo na çon te një pyetje edhe më e thellë. Pse këto ligje? Pse drita udhëton me 300.000 km në sekond dhe jo me një shpejtësi tjetër? Pse graviteti është aq i dobët krahasuar me forcat e tjera? Pse universi ka 3 dimensione hapësirore dhe një dimension kohor dhe jo një numër tjetër? A janë këto thjesht aksidente, apo ka një arsye më të thellë? Disa shkencëtarë besojnë se ligjet e fizikës janë të sintonizuara me përpikëri për të lejuar ekzistencën e jetës. Nëse graviteti do të ishte pak më i fortë, yjet do të digjeshin shumë shpejt për të lejuar zhvillimin e jetës. Nëse do të ishte pak më i dobët, yjet nuk do të formonin fare. Nëse forca elektromagnetike do të ishte pak e ndryshme, atomet nuk do të mund të formonin molekula komplekse. Universi duket sikur është projektuar për ne. Por nëse ekziston një numër i pafundëm universish me ligje të ndryshme, atëherë nuk ka nevojë për një projektues. Ne thjesht ndodhemi në një nga universat ku ligjet lejojnë ekzistencën tonë. Në të gjithë universat e tjerë, ku ligjet janë të ndryshme, nuk ka askush për të bërë pyetje. Kjo quhet parimi antropik, ideja se ne vëzhgojmë një univers të përshtatshëm për jetën sepse në një univers të papërshtatshëm nuk do të kishte askush për të vëzhguar. Është si të pyesësh pse peshku jeton në ujë. Jo sepse uji u krijua për peshkun, por sepse peshku evoluoi në ujë. Në të njëjtën mënyrë, ne nuk jetojmë në një univers të projektuar për ne, ne evoluam në një univers që lejoi evolucionin ton. Por kjo përgjigje, edhe pse elegante, nuk e mbyll misterin. Ajo thjesht e zhvendos atë. Nëse ekziston një multivers, pse ekziston ai? Pse ekziston diçka në vend të asgjëje? Kjo është pyetja më e vjetër dhe më e thellë që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Dhe një univers i pafundëm, apo një multivers i pafundëm, nuk e përgjigjet atë. Ai thjesht e bën edhe më të madhe. Çdo herë që shikoni në pasqyrë, në atë pasqyrë reale në banjën tuaj, jo në pasqyrën metaforike të universit, ju po shikoni një mister. Atomet që përbëjnë fytyrën tuaj u krijuan në yje. Ato udhëtuan nëpër hapësirës për miliarda vjet.
Ato u bashkuan në mënyra të paimagjinueshme komplekse për të krijuar qeliza, inde, organe, një tru që mund të mendoj, sy që mund të shohin, një vetdije që mund të pyes, pse? Dhe universi, në heshtjen e tij të pafundme, nuk jep përgjigje. Ai thjesht vazhdon të ekzistojë, i pafundëm dhe i pashtershëm, duke mbajtur të gjitha pyetjet dhe të gjitha përgjigjet njëkohësisht. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku çdo përgjigje hap një pyetje të re, ku çdo zbulim zbulon një mister më të thellë, ku çdo hap përpara na tregon se sa pak e kuptojmë. Por ndoshta kjo është pikërisht pika. Ndoshta qëllimi nuk është të gjejmë përgjigje përfundimtare, por të mësojmë të jetojmë me pyetjet. Ndoshta bukuria e një universi të pafundëm nuk qëndron në atë që ai na tregon, por në atë që ai na fsheh. Ndoshta misteri nuk është një problem për t'u zgjidhur, por një dhuratë për t'u përjetuar. Mendoni për një fëmijë që shikon qiellin me yje për herë të parë. Ai nuk di asgjë për fizikën e yjeve, për distancat kozmike, për natyrën e dritës. Por ai ndjen diçka, një hutim, një mahnitje, një ndjenjë se ka diçka më të madhe se ai vetë. Kjo ndjenjë nuk vjen nga dija. Ajo vjen nga mungesa e dijes. Ajo vjen nga hapja ndaj misterit. Ne kemi humbur diçka nga kjo mahnitje. Ne kemi mësuar aq shumë për universin sa që ndonjëherë harrojmë se sa pak e dim. Ne kemi hartuar galaktikat, kemi matur distancat, kemi llogaritur masën e universit të dukshëm. Por çdo përgjigje që kemi gjetur ka ngritur 10 pyetje të reja. Çdo zbulim ka zbuluar 10 mistera të reja. Sa më shumë që mësojmë, aq më e madhe bëhet oqeani i asaj që nuk e dim. Dhe kjo është e bukur. Kjo do të thotë se do të ketë gjithmonë diçka të re për të zbuluar. Do të ketë gjithmonë një pyetje tjetër për t'u bërë. Do të ketë gjithmonë një mister tjetër për t'u përjetuar. Universi nuk është një enigmë që duhet zgjidhur dhe pastaj të harrohet. Ai është një poem që duhet lexuar përsëri dhe përsëri, çdo herë duke zbuluar kuptime të reja. Çdo mëngjes, kur zgjoheni dhe hapni syt, ju po filloni një kapitull të ri të kësaj poeme. Çdo frym që merrni është një varg. Çdo mendim që keni është një metaforë. Çdo zgjedhje që bëni është një rrokje që kontribuon në ritmin e përgjithshme. Ju nuk jeni thjesht duke lexuar poemën, ju jeni duke e shkruar atë. Çdo moment i jetës suaj është një fjalë e re në një tekst të pafundëm që shkruhet nga miliarda autorë njëkohësisht, secili duke shtuar zërin e tyre në korin kozmik. Dhe nëse universi është i pafundëm, atëherë kjo poem nuk ka fund. Ajo vazhdon përgjithmonë, në të gjitha drejtimet, në të gjitha dimensionet, në të gjitha mundësitë. Çdo varg që ju shkruani këtu shkruhet edhe diku tjetër. Çdo metaforë që ju krijoni këtu krijohet edhe diku tjetër. Por kjo nuk e bën vargjen tuaj më pak të vlefshme. Përkundrazi. Ajo e bën atë pjesë të diçkaje më të madhe, një simfoni e pafundme zërash që të gjithë këndojnë të njëjtën këngë, por secili me një ton unik. A e dëgjoni këtë këngë? Ajo është në rrahjet e zemrës suaj. Në frymëmarrjen tuaj. Në hapat tuaj ndërsa ecni. Në fjalët tuaja ndërsa flisni. Çdo veprim që bëni është një notë në këtë simfoni. Çdo moment që jetoni është një akord. Dhe nëse dëgjoni me vëmendje, nëse heqni mendjen dhe hapni zemrën, mund ta dëgjoni simfoninë e tërë duke luajtur nëpër jush. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku çdo moment është një mrekulli, ku çdo zgjedhje është një krijim, ku çdo jetë është një poem që kontribuon në një vepër më të madhe që nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Dhe kështu, ne arrim jo në një përfundim, por në një fillim të ri. Sepse çdo fund është një fillim. Çdo përgjigje është një pyetje e re. Çdo zbulim është një ftesë për të eksploruar më tej. Ne filluam me një ide të thjeshtë, nëse universi është i pafundëm, atëherë kopjet e juaja ekzistojnë në distanca të pabesueshme. Por tani shohim se kjo ide nuk është thjesht një kuriozitet matematik. Ajo është një derë që hapet drejt pyetjeve më të thella për natyrën e realitetit, për kuptimin e ekzistencës, për vendin tonë në kozmos. A jeni ju unik? Po dhe jo. Ju jeni unik në këtë moment, në këtë vend, në këtë version të realitetit. Por modeli që ju përbën, informacioni që ju bën ju, përsëritet në një numër të pafundëm vendesh.
Ju jeni njëkohësisht një dhe të shumë. Një pikë dhe një oqean. Një moment dhe një përjetësi. A kanë zgjedhjet tuaja rëndësi? Po, sepse ato janë tuaja. Ato janë shpreja unike e vullnetit tuaj në këtë moment specifik. Fakti se versionet të tjera të jush bëjnë zgjedhje të ndryshme diku tjetër nuk e zvogëlon rëndësinë e zgjedhjes suaj këtu. Çdo zgjedhje është një krijim. Çdo moment është një mundësi. Çdo frym është një fillim i ri. A ka një kuptim për jetën në një univers të pafundëm? Kjo është pyetja e gabuar. Pyetja e duhur është, çfarë kuptimi i jepni ju jetës suaj? Sepse kuptimi nuk është diçka që zbulohet, është diçka që krijohet. Çdo herë që zgjidhni dashurinë mbi urrëtitjen, kur zgjidhni krijimin mbi shkatërimin, kur zgjidhni lidhjen mbi izolimin, ju po krijoni kuptim. Ju po endni një model të ri në tapeti e pafundëm të ekzistencës. Dhe çfarë të bëjmë me faktin se çdo version i mundshëm i jetës sonë ekziston diku? Çfarë të bëjmë me idenë se çdo vendim që nuk e morëm këtu merret diku tjetër? Ndoshta kjo na çliron. Ndoshta kjo na tregon se nuk ka zgjedhje të gabuara. Ka vetëm zgjedhje të ndryshme që çojnë në rrugë të ndryshme. Dhe të gjitha rrugët janë pjesë e të njëjtit udhëtimi. Imagjinoni se jeni duke ecur në një pyll. Në çdo kryqëzim, ju zgjidhni një rrugë. Por çdo rrugë që nuk e zgjodhet vazhdon të ekzistojë. Ajo çon në vende të tjera, në peizazhe të tjera, në përvoja të tjera. Dhe nëse pylli është i pafundëm, atëherë çdo rrugë e mundshme po ecet nga dikush. Një version tjetër i jush po eksploron atë rrugë që ju nuk e zgjodhet. Kjo nuk do të thotë se zgjedhja juaj nuk ka rëndësi. Do të thotë se çdo zgjedhje hap një botë të re mundësish. Kur nesër në mëngjes do të ngriheni dhe do të shikoni nga dritarja, një veprim kaq i zakonshëm, kaq i përditshëm, a do të mendoni për versionin tjetër të jush që po shikon nga një dritare identike në një distancë me 10 në fuqi 10 në fuqi 29 metra larg? A do t'ju ndryshoj kjo mënyrën se si e përjetoni atë moment? A do ta bëj atë më pak real? Apo më real? A do ta bëj atë më pak të rëndësishëm? Apo më të rëndësishëm? Ndoshta përgjigja është se çdo moment është njëkohësisht i zakonshëm dhe i jashtëzakonshëm. I zakonshëm sepse ndodh çdo ditë në një numër të pafundëm vendesh, në një numër të pafundëm mënyrash. I jashtëzakonshëm sepse ndodh vetëm një herë për ju, në këtë formë specifike, në këtë moment specifik, në këtë version specifik të realitetit. Universi nuk është thjesht i madh. Ai është i pafundëm. Dhe pafundësia nuk është thjesht një numër shumë i madh. Pafundësia është një lloj tjetër realiteti, një realitet ku çdo moment është njëkohësisht i zakonshëm dhe i shenjtë, ku çdo zgjedhje është njëkohësisht e parëndësishme dhe e pafundme, ku çdo jetë është njëkohësisht një pikë në një oqean dhe oqeani vetë. Dhe në këtë mister, në këtë paradoks, në këtë pafundësi që nuk mund ta kuptojmë plotësisht, por që mund ta ndjejmë thellësisht, ne gjejmë jo përgjigje, por diçka më të vlefshme, ne gjejmë mahnitjen. Mahnitjen që një fëmijë ndjen kur shikon yjet për herë të parë. Mahnitjen që një poet ndjen kur gjen fjalën e përsosur. Mahnitjen që ju ndjeni tani, në këtë moment, duke kuptuar se jeni pjesë e diçka e kaq të madhe, kaq të bukur, kaq të paimagjinueshme sa që vetë ekzistenca e saj është një mrekulli. Dhe kjo mahnitje, kjo ndjenje e hutimit dhe bukurisë dhe misterit, është ndoshta gjëja më e vërtetë që mund të ndjejmë. Sepse në një univers të pafundëm, ku çdo fakt mund të përsëritet, ku çdo e vërtetë mund të duplikohet, mahnitja mbetet unike. Ajo është përgjigjja jonë subjektive ndaj një realiteti objektiv që nuk mund ta kuptojmë plotësisht. Ajo është mënyra jonë e të qenit në prani të misterit, pa u përpjekur ta zgjidhim atë. Kështu që ndoshta, në fund, pyetja nuk është, a ekziston një kopje ime diku tjetër? Pyetja është, si do të jetoj këtë version të vetëm të jetës sime që më është dhënë? Sepse edhe nëse ekzistojnë një numër i pafundëm kopjesh, ky moment, këtu, tani, ju duke lexuar këto fjalë, zemra juaj duke rrahur, mendja juaj duke menduar, ky moment është juaj dhe vetëm juaj. Dhe ai nuk do të përsëritet kurrë, jo për ju. Kjo është dhurata e një universi të pafundëm. Jo se na bën të parëndësishëm, por se na tregon se çdo moment është i çmuar pikërisht sepse është kalimtar. Çdo zgjedhje është e rëndësishme pikërisht sepse është e jona. Çdo jetë është e bukur pikërisht sepse është unike në përvojën e saj, edhe nëse modeli i saj përsëritet përgjithmonë.
dhe kështu, ndërsa qielli i natës vazhdon të rrotullohet mbi ne, ndërsa galaktikat derdhen në hapësirën e pafundme, ndërsa atomet në trupin ton vazhdojnë kërcimin e tyre të përjetshëm kuantik, ne mbetemi këtu, të vegjël dhe të mëdhenj, të fundëm dhe të pafundëm, një moment dhe një përjetësi, një pyetje dhe një përgjigje, një mister dhe një mrekulli.